Gazeta më e madhe italiane La Gazzetta dello Sport ka kushtuar një shkrim të veçantë yllit të Kosovës së Don Zhegrova para përballjes mes Juventusit dhe Milanit. Siç dihet, Zhegrova ka qenë një tifoz i zjarrt i Milanit në të kaluarën, megjithatë tani do të luajë ndaj klubit të fëmijërisë me fanellën e zonjës së vjetër. Gazzetta dello Sport, përmes një shkrimi të gjatë, ka treguar lidhjen e fortë që ka Zhegrova me kuqezinjt. Në vitin 2012, një Don Zhegrova shumë i ri mbante veshur fanellën e Milanit dhe në duar kishte një trofe fëmijërie nga ato që nuk harrohen kurrë. Në Prishtinë, në kryeqytetin e Kosovës, një kamp i Milanit ku mori pjesë para 13 vitesh do t'i ndryshonte disi jetën. Ishte aty ku ai ra edhe më shumë të dashuri me futbollin italian që e kishte ndjekur çdo të diel nga shtëpia dhe ku pas më shumë se një dekade u rikthye si futbollist profesionist. Sot nga kujtimet e kuqezimve kanë mbetur vetëm nostalgjitë, sepse tashmja është bardhëzi. Zhegrova është gati të përballet me ish-dashurinë e parë, ndërsa sfida e madhe ndaj Milanit mund t'i rikujtojë fillimet e tij në atë kamp që i hapi rrugën drejt Italisë. Gazeta italiane gjithashtu nuk ka harruar të kujtojë dhe deklaratën e Zhegrovës, i cili si 12 vjeçare kishte plotësuar ëndrrën për të takuar dy nga idhujt, Kaká dhe Pato. Për më shumë se një javë, 200 të rinj ishin ftuar për testime. Unë e mësova për kampin në minutën e fundit. Mbërrita me nxitim, u vesha shpejt, ndërsa të tjerët ishin gati. Isha i fundit që u regjistrova, por në fund dola i pari ndër të gjithë pjesëmarrësit. Si shpërblim, doni mori një ftesë për të vizituar San Siron për herë të parë përballë botës së futbollit italian. Bashkë me disa lojtarë të tjerë na ftuan të vizitonim stadiumin. Ishte një ëndër, kisha vetëm 12 vjeç, jetoja në Kosovë dhe papritur gjendesha te Milani. E kujtoj nënën time me lot në sy, pata mundësinë të takoja Kakán dhe Paton dhe të ndiqja një ndeshje kundër Kievos, rrëfehi Zhegrova vite më parë. Sot përballja mes Juventusit dhe Milanit do të nisë nga ora 20:45, sidoqoftë Zhegrova do ta nisë nga Stoli, shkaku që Tudor ka vendosur ta lërë Conceição si titullar.